A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Pas vdekjes së Ademit alayhi salam, njerëzit vazhduan të adhuronin Allahun. Mirë po, me kalimin e kohës, disa nga njerëzit e mirë vdeqën dhe pasardhësit e tyre i bën statuja atyre në mënyrë që t'i nderonin ata. Mirë po, me kalimin e kohës, pasi baballarët vdeqën, bijtë e tyre fillon t'i bënin ata statuja si perëndit e tyre. Emrat e këtyre statujave Allahu Azza wa Jall i përmendi në Kur'an. Ata ishin Wad, Suwa, Ya'uth, Ya'uq dhe Nasr. Pra, këta ishin 5 njerëz të mirë, të cilët populli i ndërtuan atyre statuja në mënyrë që të rikujtonin ata dhe mësimet e tyre. Mirë po, me kalimin e kohës, këto statuja u bën një pjesë e shirkut, pra njerëzit fillojnë t'i adhurojnë statujat e tyre dhe harruan mësimet e para nga Ademi alayhi salam dhe nga njerëzit e mirë të asaj kohe. Kështu pra u përhap shirku në tokë dhe lindi nevoja për një pejgamber i cili do t'i mësonte njerëzit të adhuronin Allahun një. Dhe kështu erdhi Nuhu alayhi salam. Nuhu alayhi salam ishte një njeri i mirë dhe i drejtë dhe i sinqert. Ai filloi predikimin në popullin e tij dhe në fillim fillonin ta ndjeknin vetëm njerëzit e varfër, ndërsa shtresat e larta të shoqërisë ishin kundër tij. Edhe pse Nuhu alayhi salam i predikoi njerëzit në formën më të mirë logjike, duke marrë ditori nga ditoria hynore, njerëzit e pasur prap e kundërshtonin atë dhe Nuhun alayhi salam e ndjeknin vetëm njerëzit e varfër. Njerëzit e pasur pas një kohe, pasi që nuk kishin më argumente logjike që ta ndalonin Nuhun alayhi salam në predikimin e tij, i thanë: largoj njerëzit e varfër nga rrethi yt dhe ne do të bindemi ty. Mirë po Nuhu alayhi salam, si një njeri i sinqert, tha: unë nuk mund ta bëj një gjë të tillë. Edhe pse Nuhu alayhi salam e vazhdoi predikimin e tij për shumë ditë, për shumë javë, për shumë muaj e shumë vite, prap shtresa e lartë nuk i besonin fjalët e Nuhut alayhi salam. Ata gjenin argumente logjike, këndse logjike të ndryshme për ta kundërshtuar Nuhun alayhi salam, mirë po Nuhu alayhi salam nga ditoria e tyre hynore i kontestonte ata gjithmonë. Kështu ata pasi ponë që nuk mund ta muajnë në debat Nuhun alayhi salam, ata filluan që kur e shehnin Nuhun alayhi salam në rrugë ta ndronin rrugën, gjithashtu i mbyllnin vesht. Mirë po Nuhu alayhi salam me misionin e tij hynor prap vazhdonte predikimin e tij, ndonjëherë hapurazi e ndonjëherë fshehurazi. Kështu pra Nuhu alayhi salam i thirrë njerëz në besimin e Allahut për 950 vite. Mirë po numri i besimtarëve nuk shtohej dhe ata të cilët ishin zullumçar prap vazhduan zullumin e tyre. Duke e parë se ata nuk bindeshin urdhrave të Allahut, Nuhu alayhi salam ju lut Zotit që të shkatronte atë popull, dhe Allahu ja pranoi lutjen Nuhut alayhi salam. Allahu Azza wa Jall ja pranoi lutjen Nuhut alayhi salam e urdhëroi Nuhun që të mbyllte pemë. Pastaj prej atyre pemëve të bënte drasa, e prej atyre drasave një anije të madhe. Anija ishte 3 kate. Kati i parë do të ishte për çdo kafshë nga një qift, kati i dytë për njerëzit dhe kati i tretë për shpezët. Pra, pritej që të vinte një vërshim i madh dhe anija do të ishte mjeti vetëm kur njerëzit do të shpëtonin. Mirë po, bileta për të hyrë në atë anije ishte besimi në Allahun Azza wa Jall. Në atë periudhë të asaj kohe kishte thatësi të mëdha dhe njerëzit e po Nuhun alayhi salam duke ndërtuar anijen e tij, ata filluan ta tallnin Nuhun alayhi salam, duke i thënë: a do të lundrosh në kodra e gol me këtë anije? Ne nuk kemi asnjë det afër. Nuhu alayhi salam punoi shumë vite për ta ndërtuar anijen, edhe pse kishte presion nga fjalët e ndryshme. Pasi që ai e ndërtoi anijen, ai i morri nga çdo kafshë nga një qift, prej shvezëve nga një qift, dhe i morri njerëzit besimtar dhe i hipi në atë anije. Mirë po, kishte prej njerëzve familjar të tij, të cilët nuk donin të hypnin në anijen e tij. Ai ishte djali i tij. Si çdo prend, Nuhu alayhi salam djente dëmshuri për djalin e tij. Mirë po, ai kokfort thoshte se do të ngjitem në një mal të madh, aty nuk do të më kap mua vërshimi. Pastaj Allahu Azza wa Jall e urdhëroi qiellin që të lëshonte një shi që nuk ishte parë më herët në sipërfaqen e tokës. Pra filloi vërshimi. Anija e Nuhut alayhi salam blundronte në ujë, ndërsa pabesimtarët vdekshin nga dënimi i Allahut. Pas vërshimit, Allahu Azza wa Jall e adhuroi tokën që ta pente ujin dhe qiellin që ta ndalte shiun. Dhe kështu anija e Nuhut alayhi salam u nal në një kodër e cila quhej Gjud.
Pastaj njerëzit zbretën nga anija dhe i ronë në sejdë Allahu si shenjë falënderimi për shpëtimin e tyre. Nga pasardhësit e tij erdhën breza të rinj në tokë dhe për këtë arsye Nuhu alayhis salam quhet baboi i dytë i njerëzimit. Historia e profetit Nuh është një thirrje e fuqishme për durim, qëndresë dhe besim në Zotin e gjithësisë. Ajo na mëson se e vërteta nuk motet me shumicën, por me bindjen dhe përkushtimin ndaj Allahut.